Pra, Bushat, me sa kuptoj unë, duket që ka qenë dhe një alarm i madh të SPAK, pasi një vendim, ja ta mbaroj. S'kam kuptuar për çfarë po diskutojmë. Po mendojmë që SPAK ka përgjuar në gjykatën kushtetuese sipas ligjit të zonja. A jemi në normalitet, do me thënë, njerëzit të ndahen, ose jemi para një akti normal, ose jemi para një akti të çmend. Ti po bën pyetje hipotetike apo jo, se të bëjmë kronologji se për shembull unë deri tani s'dinja gjë fare. Me sa dëgjova, unë kuptoj që SPAK më mirë të përgjojë gjykatën kushtetuese se sa dikush të përfitoj dhe pastaj të hapet precedenti që të gjithë ata që janë ndaluar me SKA ECC të lirohen dhe të bëj krimi çati do i qefi. Unë them, SPAK-u më mirë të më përgjoj mua se unë të përdhunoj atë vajzën atje. Të më përgjoj, më dha, shumë mirë. Është hipotetike më Bushat. Po edhe ti, hipotetike sa po e the. Pra më mirë të na përgjoj SPAK-u se sa njerëzit të kenë mendje. Jemi përballë një prove i dashur Bushat. Zero prova. Më thuaj provën. Po ja dëgjoj. Jo, mos abuzo. Më thuaj provën. Më thuaj provën që ata kanë abuzuar. Vendimi i gjykatës kushtetuese thotë. Po, në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë, thotë që i lë mundësi që në favor të gjokës, SKA ECC të bjerë poshtë. Po, kjo nuk është kjo prova, më falë, po nuk është kjo prova. Ylli, nuk është kjo prova. Nuk është histori prove. Provat i ka, provat dhe indicit i ka prokurori. Nuk mund të presim ne tani që t'i bëj publike, që të bindemi ne. Jam procedurë, prokurori, më falë vetëm, vetëm një sekund, lutem. Kur intimidon, është parë në një proces gjyqësor prokuroria e posaçme, sepse është interesuar që të konsiderohen për prova përgjimet e marrë nga aplikacioni SKA ECC. Deri këtu jemi në rregull, është palë. A lejohet përgjimi kur ti je palë dhe subjekti interesuar, sepse i intimidon gjykasin tek vendimi që do marrë? Po, patjetër. Kur është bërë përgjimi, është bërë pasi është marrë vendimi i gjykatës. Atëherë ka patur indicje të dhëna për prokurorinë e posaçme që janë duke u reflektuar tani ne jemi gazetar dhe ka gjithkohon atëherë ta mbyllim këtu sepse SPAK-u çdo gjë me gabim. Që qarkullojnë persona. Kjo është ide atende. Të cilët janë të interesuar që t'i japin zë çështjes që po përgjojnë gjykata kushtetuese. Ore, ne jemi dakord se nuk kemi o Bushat. Ti pastrojmë çifutët se mund ta bëjmë Jo, ne jemi dakord Bushat, ja një minutë, unë jam dakord, sepse s'kam patur SKA ECC. Po e përgjojnë. Nuk kam patur SKA ECC, nuk jam përfaqësues i një grupi kriminal. Për këtë arsye. Nuk e di, për SPAK-un mund t'jesh. Ka dhe të tjera, pastaj që... O, Ylli, po le t'jem, po t'jem të përgjigjem. Të përgjoj. Po pra, dakor, a është subjekt SPAK na përgjoni, të gjithë shqiptarët na përgjin. A është subjekti SPAK-u? Po duhet na thotë Bushati kush problematika. Jo, Bushati tha me të drejtë. Bushati me të drejtë, shiko tani, ne nuk mund ta mojmë që ka një konflikt. Nuk mund ta mojmë. Që ka një konflikt, sepse është vërtet që vendimi ishte marrë, por nuk ishte marrë akoma, nuk ishte zbardhur vendimi. Që s'mund të themi që s'ka ka. Ajo që ne mund të flasim mbi faktet, mbi çfarë dim. Ti thuaj që s'ka prova ku janë provat, por nuk mund t'i kërkosh prova prokurorisë. Prokuroria, tani, kështu që kjo është çështje, më fal, kjo është çështje që ligji parashikon që një prokuror, nëse ka prova, nëse ka indicje, nëse shet arsyeshme, nëse ka dyshime të arsyeshme. Po kjo i takon prokurorit, më fal, kjo i takon prokurorit. Ose isha me ligj. Më fal një sekond. Po s'ka pa diskutim. Unë deri tani dinja që SPAK-u pas qarimin e Klod Lalës, unë dinja që SPAK-u kishte bërë një ndryrje brutale në gjykatën kushtetuese. Edhe zotria, kur komunikoj me mua, thatë gjithë gjë, shehaj. Deri atëherë kishte këtë informacioni, që SPAK-u kishte bërë këtë ndryrje. Ne tani kuptojmë që SPAK-u e ka për detyrë këtë punë. Patjetër. Më fal, e ka ligjore ose shfrytëzoje. Kur flitet për prova, vetëm ta se e kam shumë të rëndësishme këtë momentin. Po mbaj, shiko. Koret e revolucionit kinez, po bashkohen dhe ne jemi në revolucionin kinez. SPAK-u ti përgjoj të gjithë. O SPAK-ist na përgjoni, na shaloni, na Ibrahimi se nëse, dhe më tonë, revolucionin kinez, tani, a mund të kështaroj vetëm një moment, gjykata kushtetuese, e parashikon ligji, nuk e vendos SPAK-u, e parashikon ligji, kështu që ne do të ngrihet zëri kur ishte parashikuar. Jo, ka një problem shumë të madh. Kujt ja kërkon Genti Ibrahimi llogarin që po përgjohet. Jo, të lutem, do ta them.
Ola edhe mëroj. Bushati O është merrem fare me Bushatin. Mi pra, me qënë se... Po merrem me Bushatin. Unë vlerësoj vendimin ndryshe të Bushatit. Po ati? Unë po bëj një sqarim tjetër. Po. Mori sare me provën kërkoj prova prokurorit. Nuk jam prova. Po nuk ja kërkon dot prova. Tani nëse këto rëzohen... Ola, se po e kalon shumë... Jo, po shkon shumë larg. Zoti Rakipi, gjykata kushtetuese vetë, personalisht, e ka marrë në shqyrtim nenin që autorizon SPAK-un të përgjoj antarët e vetë gjykatës. Dhe gjykata kushtetuese ka thënë që ky ndryshimi ligjor që e ngriti Plum Gjoka, po e ka ngritur dhe zoti Berisha në çështjen e tij dhe ka kërkuar shpalljen si antikushtetues të dispozitës ligjore, Genti Ibrahimi me gjithë antarët e gjykatës kushtetuese ka thënë nuk ka asnjë problem, është një dispozit ligjore e ligjshme. Çfarë ka sot? E di çfarë duhet kishim? Të dilte Genti Ibrahimi, të dilte në një konferencë për shtyp dhe të thoshte, unë vënderin tim këtu zonja dhe zotri, Po mirë, SPAK-u pse nuk e tha që përgjuam? E tha, jo, një sekund, SPAK-u yli, a i vendimi ka qarkulluar, unë besoj që aty policia Po nuk duhet, po dhe këtë nuk duhet ta thotë. Të lutem, zoti Rakipi. Nuk e detyron ligji ta thotë. Zoti Rakipi, jo, se është një skandal shumë i madh. Vendimet e përgjimit... Ore, një sekund, okej, ta marrë këtë fjali dhe e lash. Vendimi i përgjimit është rreptësisht i ndaluar të dalë në publik. Në rastin konkret, a i përgjim ka rrjedhur, po nuk mund, sepse në qofë se të ka vënd ty dhe mua në përgjim, dhe ne e dim, unë dhe ti bie ta marim të telefonit. Që pushteti SPAK-ut që ka... Po ja kanë dhënë vetë me ligjë, mor zotri. Kujt ja kërkojnë, ja kanë dhënë vetë me ligjë, more. Vetë Genti Ibrahimi ka thënë, dispozita që më përgjon mua, është e ligjshme. Kaq mbaron. Bushat dhe njerë dhe konkludojmë të kjo. Pra, ti mendon që kjo është... Mund të më lini që qetësisht... Mirë, mos ndryj as njeri. Të them diçka që mendoj... Mos ndryj as njeri, pa diskutim. Po, vazhdo. Do me thënë, çfarë më shqetëson mua këtu? Më shqetëson fakti që pavarësisht çfarë birbo maskaraj kriminali mund t'jetë ky Plum Gjoka, përpara një gjykatësi, Plum Gjoka dhe SPAK-u janë palë të barabarta në gjykim. Apo jo, ti kur shkon te gjykatësi, je palë e barabartë. Si do ndiheshim ne kur dy palë të barabarta, njëra nga palët ka të drejtën të përgjoj, të shantazhoj dhe të ndikoj mbi gjykatësin. Pala tjetër nuk e ka. Që këtu jemi në një proces të barabartë? Mua më duket se jo. Thonë e lejon ligj. Ylli. Ja të mbaroj. Jo, kur ta mbaroj, them, tesh mua. Thonë e lejon ligj. Të mbaroj të ti dhe e mbikim nga këtë. Po. E lejon ligj. Por, dëgjova argumentin që thonë për SPAK-u. Kush është shë argumenti? Gjykata kushtetuese që ndërkohë kur ka filluar përgjimi e kishte marrë vendimin, ishte votuar, ky vendim thjesht u vonua të zbardhet. Tani u ngrej një pyetje. Nuk thot këtë SPAK-u. Jo, këtë thash, ky është argumenti publik. Sa po e the edhe ti, po më lër ta mbaroj. Ja, të argumentim kanë të vendimi... Jo, ata thonë që ka dyshime... Po, ata mbaroj apo ta vjes? Lere, Dani, lere. Ullu, o, Bushat. Jo, po, nuk va... Po, me... Mirë, ullu, dako. Me korë histerik, nuk les dot. Letë mbaroj, të. O, Bushat. I ka pirdhu tani, po i... Kalojmë të pjesë tjetër. O, Bushat. Publicitet, lutem. Unë kisha diçka vetëm në raport me Bushatin, yli? Jo. Jo, lutem, po do ta them këtë, po s'mandalon do ta them këtë gjë. Do përpiqem ta mirëkuptoj sonde Bushatin, edhe realisht të ndihem e keqardhur nëse ndërhyrja ime ka bërë të ndihet keq. Sigurisht që unë këtu vi për të bërë debat në funksion të opinionit publik, ju qëndroj të gjitha argumentave që kam thënë në lidhje me temën. Jo, po të lutem, se shumë e rëndësishme. Jo, po shumë e rëndësishme kjo ta them, se unë kam qytetari, kështu që në këtë aspekt, duke qenë se është bërë udhës dhe ne kemi debatuar disa herë, unë dua të kërkoj falje nëse ndërhyrja ime e ka bërë, i ka shkaktuar atë irritim. Patjetër që Bushati përdori fjalë papërshtatshme, por përpiqem ta mirëkuptoj
në këta aspekt, por kam edhe një thirrje për Unë besoj që dhe Bushati duhet të bëjë duke qenë se ne jemi njerëz publik, mendoj që gjithë secili nga ne duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si qasemi me publikun. Se nëse ne nuk pranojmë argumentat e njëri tjetrit, pastaj bie jemi okay dhe i ke thënë gjitha.